Ja, pra sot është 50 vjetori i mbretëreshës sime, kështu që jemi përgatitën për festën e saj me ja urue. Inshallah i gëzono 100 vite se këta e kam zemër, pa këta unë se njetoj. E tash o pak kasatin 6 fillojnë me ardhë. Edhe musafert e kështu në që do të bëhet një feste e mirë e madhe. Qyshe ka qef kjo për 50 vjetorin e lindjes. Prandaj këto janë që i ka pregadit për këtë musafert këtë vinë. Me uqit, me hongër, me pije, me këtsyje, me lujte që shto në kretë. Ka pregadit këtë hazër këtë vinë vetëm. Mja fillu e muabetit për ditë lindje, për muabet, për inshallah kështu gjithmonë i shkon me gëzime, me gazmejnë e jeta, sepse vërtet është një grue që vështirë është me gjithë në rozullin të kësur, e sjellshme, e ndershme, mi respekton familjen, më respekton mua, prandaj unë mendoj që asnjëherë këta s'muna me shpërblyje përveç se Allahu Gjeleshanehu inshallah e shpërblejnë me të nëtë mirat e kësaj bote gronë tejme apo zemrën tejme, se unë e du shumë këta edhe kjo ma ban gjithmon jetën të lumtur mua. Prandaj edhe njëherë po të tham urime inshallah e gëzon 100 vitoj mbretëresha ime, dashur të dua shumë, se pa ty as jeta nuk më duket jetë, nuk më duket interesant, më duket gjithçka errësirë, nuk shoh pa ty sytë më terror.